e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, nderuar zoti Zëndës Ministër i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Arian Leoplari, nderuar zoti Agim Rapaj, kryetari i Këshillit të Agrobiznesit Shqiptar, nderuar akademik i asociuar Fatbar Sallaku, rektori i Universitetit Bujqësor Tiranës. Të dashur kolegë dhe student, nderuar pjesëmarrës, sapo mbritën edhe disa përfaqësues të Bankës Botërore, cilëve ju uroj mirëseardhjen, na nderojnë pra me praninë e tyre në këtë workshop. Ky workshop, Bujqësia e zgjuar në Shqipëri, arritje dhe sfida për të ardhmen. Në fakt është i goditur sepse për të gjithë ne që jemi të pranishëm në këtë sallë, e kemi shumë të qartë faktin që bujqësia ngelet sektori nga më të rëndësishmit në Shqipëri. Jo vetëm për kontributin që jep në prodhimin e brendshëm bruto, por gjithashtu për ata pjesë popullate e cila angazhohet, merr pjesë në këtë aktivitet bujqësor. 6 muaj më parë, kur hartoi programi i veprimtarive të Akademisë Shkencave të Shqipërisë për 6-mujorin e dytë, pra nga Koriku dhjetor 24, profesor Fatbar Sallaku dhe unë menduam dhe propozuam që të kishte pikërisht një aktivitet të kësaj natyre, ku të prezantoj ajo që quhet në gjuhën e përditshme smart agriculture, apo dhe në emërtime të tjera, por që ne padyshim në sallën e Akademisë Shkencave do ta shifronim bujqësia e zgjuar. Për këtë aktivitet kanë bashkëpunuar me sukses dhe unë i falenderoj për gatishmërinë që treguan, jo vetëm akademinë e cila na hapi dyert për ta realizuar këtu me financimin e saj, por edhe Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Këshillin e Agrobiznesit Shqiptar dhe padyshim ne që jemi të Universitetit Bujqësor Tiranës. Bujqësia është gjithashtu veprimtaria apo profesioni ndër më të hershmit që ka shoqëruar njerëzimin që nga koha e shpellave, kur u kuptua se ushqimi mund të sigurohej edhe duke mbjellë një far apo duke rrënjëzuar një deg, duke e marrë si largmi nga pylli ku më parë ushqeheshin. Por bujqësia është aq sa antike edhe moderne. Ajo zhvillohet dhe ecën në një hap me shkencat e tjera si biologjia, kimia, bioteknologjia, biofizika dhe inxhinierit. Duke qenë baraz me ushqimin për njerëzimin, kjo multishkencë nuk mund të konsiderohet më si gërmoj tokën, apo si një fabrik pa çati, apo që presim me syt nga qielli për një shi të radhës. Digitalizimi, si në të gjithë sektorët e tjerë, nuk mund të mos përfshinte edhe bujqësinë në vendin tonë. Jemi në fillimet e aplikimeve, të atyre që njihen tashmë si bujqësi inteligjente apo bujqësi precize. 40 vjet më parë, kur u flisja studentëve që me anën e satelitit dhe aplikimit të rezatimit infrared, mund të parashikojë ecuria e fotosintezës apo ajo e transferimit, mund të matej sipërfaqja gjethore dhe të jepej një prognozë për prodhimin e ardhshëm, kjo dukej pak si fantashkencë. Tani asnjëri nuk ka dyshime se gjithë kjo është e mundur. Sot nëpërmjet referuesve, të cilët i falenderoj për bashkëpunimin, do tregohet se ky zhvillim bashkëkohor është një realitet edhe në vendin tonë. Gjithashtu do tregohet se ka ende edhe shumë për të bërë nga të gjithë aktorët, politikë bërësit, universitetet, shoqatat e agrobiznesit dhe vetë prodhuesve. Ju uroj sukses referuesve në vazhdim. Më lejoni që tani t'ju jap fjalën për të përshëndetur personaliteteve që na nderojnë me praninë e tyre në këtë sallë. Dëshiroj ta nis nga profesor akademik Vasil Tola. Urdhroni, lutem. Do të flisni këtu. Faleminderit profesore, nderuar zëra ministre, mirëseardhët, nderuar rektor dhe akademik Sallaku, të nderuar përfaqësues të institucioneve, akademik, profesor. Në emër të Kryesisë së Akademisë Shkencave të Shqipërisë, përshëndes organizatorët e forumit Bujqësia e zgjuar në Shqipëri, arritje dhe sfida për të ardhmen, në mënyrë të veçantë, akademik Sallakun dhe profesore Vjollcën, si dhe bashkëpunëtorët e tjerë, të cilët bën bashkë studiusit dhe specialistët MNZ të tokës dhe teknologjisë bujqësore, biznese private që veprojmë në fushën e IT-s, e cila po gjen aplikim çdo ditë e më shumë në Shqipëri. Akademia e Shkencave është në vijimësi angazhuar për të bashkë organizuar dhe promovuar aktivitetet të tilla me shumë vlerë, që lidhen me sektorin më të rëndësishëm të ekonomisë shqiptare, që është bujqësia, e cila sot përfaqësohet
nga mbi 350.000 fermerë, duke kontribuar me rreth 20% në GDP-n e vendit. Me kënaqësi pohojmë bashkëpunimin e Akademisë së Shkencave me Universitetin Bujqësor dhe me Ministrinë e Bujqësisë në funksion të misionit për të shërbyer sektorit bujqësor dhe rural në vend, duke kontribuar në ekonominë e vendit dhe kështu duke mbështetur dhe konsumatorët shqiptar. Nuk është e tepërt që të pohojmë që bujqësia e zgjuar është një nga sektorët më të rëndësishëm për zgjidhjen e problemeve të qëndrueshmërisë globale që lidhen me sigurimin e ushqimeve për popullatën. Kjo tendencë u përshpejtua pas rritjes së shpejtë kërkesave për ushqim nga ana e popullsive në botë, në kushtet kur ka ndryshime të ndjeshme të kushteve klimaterike, shoqëruar kjo me kufizimin e burimeve natyrore, veçanërisht të ujit dhe të sipërfaqeve të tokës. Të dhënat e fundit tregojnë se rreth 67% e tokave në Bashkimin Evropian janë të pashëndetshme, ndërkohë që situata në Shqipëri ende është në proces vlerësimi dhe monitorimi. Prej fillimit të bujqësisë së zgjuar, diku në vitet 90, kohë kur parapa, siç e tha dhe profesorja, përdorimi i GPS-eve dhe sistemeve gjeohapësinore për të monitoruar dhe optimizuar përdorimin e burimeve bujqësore, për të kaluar në vitet 2000 tek përfshirja e teknologjive të informacionit dhe komunikimit TIC në bujqësi për monitorimin e të dhënave në kohë reale, futjen e dronëve për monitorimin e parcelave dhe rritjen e aksesit në matjen e parametrave të tokës dhe të klimës, për të kulmuar në vitet 2010 e sot me përdorimin e Internet of Things në bujqësi apo inteligjencën artificiale, gjë që ka bërë që në shumë vende teknologjia avancuar e kombinuar me politikat mbështetëse ka transformuar mënyrën se si prodhohen produktet bujqësore. Tashmë njihen botërisht arritje të tilla si serat inteligjente, përvojë holandeze kjo apo përvoja gjermane me zhvillimin e aplikacioneve që ndihmojnë drejt për drejt fermerët në parashikimin e motit dhe të analizave të tokës. Në vitin 2021, Komisioni Evropian miratoi misionin mbi marrëveshjen e tokës për Evropën për një periudhë prej 2021 deri në 2027, me qëllim kryesor rritjen e menaxhimit të qëndrueshëm të tokës, ruajtjen e shëndetit dhe cilësinë e saj, ndërkohë që mbështet rritjen e kulturave të ndryshme bujqësore dhe rendimentin e tyre pa e dëmtuar mjedisin. Prandaj jemi sot këtu që Shqipëria, e cila ka filluar të adoptojë pjesërisht elementet e bujqësisë së zgjuar, të avancojë më tej në këtë drejtim, edhe pse është ende në fazat e eshme krahasuar me vendet e zhvilluara. Nga ana tjetër, kjo mund të shndrohet në avantazh, pasi e bën këtë fushë një mundësi të madhe për inovacion dhe për përmirësim. Përvojat që vijnë nga vendet ngjashme me ne kanë provuar se kombinimi i teknologjisë me traditën mundson avantazhe që nuk duhen humbur. Tematikat e këtij aktiviteti, duke trajtuar çështjet e bujqësisë së zgjuar në Shqipëri, që e konsideron tokën si aset dhe si një laborator të gjallë, nisur nga fakti se toka është një burim i brisht e që duhet menaxhohet dhe ruhet me kujdes nga brezat e ardhshëm. Janë këto laboratore të gjalla të cilat do të ekspozojnë praktika që duhet ndjekur sa i përket sigurimit të prodhimit të qëndrueshëm, të ushqimeve të shëndetshme, si dhe të shërbimeve të ekosistemit, që lidhen me komunitetet rurale dhe urbane dhe që ofrojnë zgjedhje të qëndrueshme për zhvillimin e bujqësisë dhe mbrojtjes mjedisore. Janë pikërisht këto hapësira që i lejojnë pronarët dhe menaxherët e tokës të angazhohen maksimalisht së bashku me grupet e interesit nga sektorët të ndryshëm apo autoritetet publike dhe qytetarët, duke përfshirë këtu konsumatorët që të punojnë së bashku me kërkuesit nga disiplinat të ndryshme për të gjetur dhe zhvilluar zgjidhje për të identifikuar hapësira në shëndetin e tokave dhe menaxhimin e kulturave të ndryshme. Duhet të ndjehemi të inkurajuar edhe nga aprovimi i ligjit të ri për shkencën, i cili ka në thelb të tij, citoj, sigurimin e produkteve të kërkimit shkencor që mbështesin zhvillimin e qëndrueshëm të vendit, mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit publik, si dhe konsolidimin e identitetit kombëtar. Një tjetër prioritet pra nga ligji, fuqizimin e aftësive për të menaxhuar progresin teknologjik dhe të përgjithshëm shoqëror, si burim kryesor i zhvillimit të qëndrueshëm apo përvetësimin e aftësive dhe njohurive të reja, transferimin e tyre për përfitimin e përgjithshëm publik me synim rritjen e mirëqenies sociale. Të gjitha këto janë një garanci më shumë që në vendin tonë të rritet përmirësimi i aksesit në teknologji, përmes subvencioneve dedikuara ose kredive me interesa të ulta për investime në teknologji, të rritet mbështetja për startupet bujqësore që zhvillojnë teknologji të përshtatshme në kontekstin shqiptar, duke kombinuar këtë me krijimin e programeve arsimore dhe trajnimeve për fermerët për të përdorur teknologji të avancuara. Nga ana tjetër, mbetet gjithmonë e këshillueshme që të gjitha nismat të reflektojnë një bashkëpunim rajonal më të plotë, sa i përket projekteve ndërkufitare me Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut për ndarjen e përvojave dhe të burimeve të përbashkëta. Prandaj, Akademia e Shkencave mbështet këtë takim
në mënyrë që ndjekja e përvojave europiane të mbetet një faktor thelbësor për të tejkaluar sfidat dhe për të përfituar nga potenciali i plot i sektorit, duke përdorur elementet e bujqësisë së zgjuar. Partneriteti i ngushtë i ASHS i Komisionit Përhershëm të Bujqësisë pranë saj me UBT-n do të mundsojë këshillimet vazhdueshme të ekspertëve në implementimin e praktikave më të mira të bujqësisë së zgjuar, si dhe duke orientuar të rinjt drejt studimeve në fusha të tilla prioritare si bujqësia, inxhinieria e pyjeve e tjera. Jemi shpresë plot se gjetjet dhe përfundimet e këtij workshopi do t'i shërbejnë institucioneve tona për t'i përfshirë këto çështje në agjendat prioritare dhe do të ndikojnë në gjetjen e rrugëve të reja të tjera të bashkëpunimit në të ardhmen. Punime të mbara dhe ju faleminderit për vëmendjen. Faleminderit akademik Tole. Tani më lejoni të jap fjalën zonjës ministre të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Anila Denaj. Okej. Mirëmëngjesit gjithëve. Shumë faleminderit për ftesën. Edhe është shumë kënaqësi të vish në shtëpinë e dijes, të shkencës. Këtu duhet mblidhemi shpesh për të bashkërenduar trinomin e akademisë, politikbërjes dhe të biznesit. Dhe ky trinom në fakt në nivel përfaqësimi ne na ka bërë shpesh bashk. Dhe jo vetëm sot, na ka bërë gjatë gjithë kohës që unë kam ministre dhe paraardhësit e mi. Megjithatë, unë do kërkoj ndjes të gjithë bashkëpunëtorëve të mi që më bën fjalimin, që të mos ta lexojnë fjalimin. Por meqense kemi një workshop dhe objektivi është të dalim me disa përfundime nga workshopi dhe në frym të një bashkëpunimi të frutshëm, meqense kemi shumë profesor këtu dhe shumë të rinj. Do thoja të gjithë këto në nivelin e politikbërjes dhe akademisë dhe fakultetit, në nivel institucional ne kemi një ndërlidhje, të cilën sigurisht ne mundet ta zhvillojmë dhe më shumë dhe ta vendosim dhe në kanale të takimeve frekuente dhe me produkte konkrete, sepse ndodh shpesh që ne bëjmë disa takime dhe pastaj nuk ka ndjekje se çfarë output-esh ka dhe cili është hapi radhës. Kjo nuk është pas pak kritik, se nëse është për të kritikuar këtu, është ministria. Por mbi të gjitha për të thënë në workshop se cilat do të ishin detyrat për ministrin. Pra, nëse flasim për aktivitete dhe kemi një workshop, unë do të isha shumë e lumtur që në përfundim të këtij workshopi ne të kishim disa detyra konkrete që në fund të ditës pjesa jonë e politikbërjes të dilte me një plan pune konkret për të realizuar atë që është në rastin konkret bujqësia smart apo bujqësia e zgjuar. Kjo në parashtesën time do të ishte si një kërkesë profesore që në fund të ditës, pavarësisht se unë mbase nuk do ta ndjek gjithë workshopin, por kam staf që na përfaqësojnë, të kishim disa detyra konkrete se çfarë do të duhej politikbërja të vinte në ndihmë biznesit, të rinjve në fakultet e tjerë. Dhe për të shkuar te pjesa formale, unë jam shumë e lumtur në fakt sot që jemi jo vetëm përfaqësues akademik të rinj nga fakulteti, përfaqësues biznesi, por kemi edhe dy përfaqësues nga dy institucione, të cilët aktualisht për gjatë këtij viti kemi punuar shumë fort për të ecur përpara me dy projekte konkrete, duke filluar nga FAO, i cili e ka lançuar prej javës së shkuar projektin DART, që në qoftë se ne do duhet ta përkthejmë në fjalë të tjera, është mënyra se si informacioni tek përfituesit që janë biznesi, i vogël, i mesëm apo i madh, të ketë mundësinë e marrjes së informacione në mënyrë digjitale, në atë që është Market Information System. Dhe Market Information System është njëkohësisht dhe një parakusht i Bashkimit Evropian, dhe unë synoj shumë, dhe nuk e di kush është nga FAO, kemi përveç, dhe kush është nga përfaqësuesit e projektit, do të duhej që dhe për ta të merrej një detyrë konkrete se çfarë do të thotë ky aktivitet i sotëm për DART-in, që të harmonizojmë planin e punës me Market Information System. Por jam e bindur që po të pyesim shumë nga pjesëmarrësit këtu nuk e din çfarë është DART. Dhe mënyra e komunikimit që ne duhet kemi nëpërmjet institucionit ton dhe përfaqësuesve të organizatave që kanë projekte me akademin, me universitetin dhe me biznesin, nuk duhet të na japi mundësinë e komunikimit vetëm kur kemi evente të përgjithshme, por duhet jetë një punë e përhershme, sepse në fund i takon
informacioni i takon biznesit. Atyre 350.000 fermerëve, ata janë pronarët e çdo gjë që ne bëjmë, qoftë politikë bërje, në projekte apo në pjesën qoftë dhe akademike si një input. Kështu që do të ishte shumë e nevojshme që bashkëpunimi me shoqatën e biznesit, unë ju ftoj të gjithë në mënyrë formale ose edhe në mënyrë të drejtë për drejtë, që në ambientet e ministrisë ju të sillni përfaqësues biznesi do të vim ne për të shpjeguar çfarë është projekti DART dhe për të kërkuar ndoshta nga ana e biznesit diçka më shumë apo më pak në raport me atë që përfaqësojmë. Pra informacioni duhet të absorbohet nga biznesi. Por nga ana tjetër, ne kemi dhe përfaqësuesit e Bankës Botërore, të cilët janë këtu në një mision përtej e diskutimit sonëm dhe unë i falenderoj që gjetën kohën, megjithëse kanë një agent shumë të ngjeshur për të dalë në terren, për të realizuar dhe një follow-up të një projekti që në fakt ka 1 vit, i cili është ratifikuar në Parlamentin e Shqipërisë. Dhe është një projekt i cili përfaqëson ndërhyrje në 3 drejtime kryesore dhe unë mbase mund të zgjatem pak në këtë aspekt, por e shikoj si një obligim moral për të dhënë shpjegime se çfarë është misioni i bankës në raport me një projekt quhet KRAT dhe që përfaqëson një angazhim qeverisë shqiptare me 60 milion euro ose dollar, të cilat prej vitit të shkuar janë kthyer në një projekt konkret në raport me sigurinë ushqimore për të investuar në pika laboratorike, në pikat kufitare, në qendra laboratorike, sikurse edhe në ato rajonale, dhe ju e dini sa rëndësishme është siguria ushqimore për ministrin që përfaqësoj, në infrastrukturë të re të ujitjes, e cila kurse në energji, kurse në fuqi punëtore dhe është duke u eksperimentuar në Konispol dhe në Divjak, dhe ka një komponent shumë të rëndësishëm përveç qendrave të përpunimit, të asaj që është ekonomia bujësore, që unë nuk do të doja ta zhvilloja më shumë se besoj do të kenë mundësi përfaqësuesit ta thonë. Dhe aty ne na ndërlidh me këtë diskutimin e sotëm. Dhe kjo për të thënë që në 1 vit kemi angazhuar dhe jemi suportuar nga donator strategjik, Banka Botërore dhe FAO, në atë që është bujësia e zgjuar, sepse mendojmë që është koha për të marrë angazhime të tilla konkrete. Dhe ky proces, pavarësisht nga fakti se sot është një ditë akademike, do duhet të shoqërohet me një informacion në mënyrë kapilare të gjitha ata që do të jenë përfitues se çfarë përfaqësojnë secilën nga këto instrumenta që Ministria e Bujqësisë ka dhe ka çuar përpara. Kemi Ilir Salillarin, i cili nga ana tjetër ka jo pak angazhime të ndërmarra me projekte dhe të Bashkimit Evropian në atë që është cilësia e tokës, dhe mendojmë që ne mundet që t'japim informacion shumë më detajuar se çfarë jemi duke bërë dhe të marrim nga ju se çfarë kemi nevojë të vendosim për prioritet në 2025. Profesore, shumë e zgjata, unë e di, e kuptoj, dhe duket sikur po bëj një mbledhje, ju kërkoj ndjes për këtë, por mendoj që ne kemi nevojë për takime jashtë pjesës formale për të konkluduar që gjëra që i kemi çuar përpara të dihen nga përfituesit e drejt për drejt. E më lejoni të hyj tek pjesa formale. E pjesa formale do thosha që viti 2025 është një vit sfidues. Është një vit sfidues për atë që është digitalizimi, i cili vërtet ka 2 projekte shumë të rëndësishme mbështetëse, por është një proces i cili do të duhet në mënyrë absolute të na çojë në detyrimet e plotësuara për ato që janë pjesë e procesit të integrimit evropian. Dhe mbi të gjitha, FADN, që është regjistri i tokës dhe konsolidimi i tokës, ngelet një nga sfidat kryesore të Ministrisë Bujqësisë, e cila nuk është vetëm mënyra se si do të regjistrohen të dhënat e tokës në një sistem, por mbi të gjitha se si ky sistem do të përmirësojë jetën e të gjithëve në të gjitha hallkat e tij për gjatë një periudhe 5-vjeçare në implementimin e tij deri në vitin 2030. Pra nuk është një proces i thjeshtë. Ndërkohë kemi nisur dhe jemi gati në gjysmë të rrugës, nëse nuk gaboj Ilir, për kadastrën e Vreshtit dhe kadastrën e Ullirit. Janë 2 projekte shumë të rëndësishme nga Bashkimi Evropian, të cilët kanë një objektiv shumë të qartë, të regjistrojnë 11.2 milion rrënjullin, që është pasuria jonë kombëtare e një produkti me cilin ne krenojmë dhe kemi ende shumë punë për të bërë drejt eksportit. Dhe regjistrimi i tyre i vreshtave dhe shumë në produkteve tjera janë pjesë e të gjitha kadastrave të cilat janë pjesë e digitalizimit. Dhe këto janë detyrime të cilat ne i marrim nga procesi i integrimit. Nga ana tjetër,
për biznesin dhe për të gjithë fermerët e angazhuar, objektivi kryesor është të bëjmë një smart shpërndarje të zgjuar tek skemat e mbështetjes. Unë nuk e di sa ju keni qenë të angazhuar në debate 2 ditore të parlamentit për aprovimin e buxhetit, mbase janë debate të cilat kur përsëritin vete nuk janë interesante për të gjithë, po më lejoni të them që Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ka marrë aprovimin ditën e dieshme për një buxhet në 2025 për 14.7 miliard lekësh ose 147 milion dollarësh, të cilat shpërndahen në disa produkte, mbi më të rëndësishmit është ajo e mbështetjes me subvencione të drejtë për drejta. 4.4 miliard lek, të cilat synojnë të arrijnë deri në fund vitit të paktën në 5.5 miliard lek me akte normative, pra 55 milion euro shpërndahen në mënyrë të drejtë për drejtë tek fermerët tanë. Dhe unë jam e bindur që pavarësisht se një pjesë e rëndësishme e tyre, gati gjysma i shkon blegtorisë, të gjithë jemi koshient që blegtaria nuk jep atë rendiment në rritje të krerëve dhe të prodhimit për aq para sa mendohet se investohet. E këtu unë përsëri mund të kem një ide se cili është problemi, po do të doja vërtet shumë të kuptonim cili vërtet mund të jetë zgjidhja e problemit nëpërmjet të gjithë instrumenteve që kemi, duke filluar nga Këshilli i Urdhëve që kemi në ministri, por nëpërmjet botës akademike. A jemi ne duke bërë subvencionet e duhura? A jemi ne duke subvencionuar në mënyrë smart? A mundemi ne të subvencionojmë jo domosdoshmërisht krerë apo litër apo prodhim? A mund ne të subvencionojmë bujqësinë e zgjuar që krijon hapësira për të nxitur biznesin drejt bujqësisë digjitale dhe përqafimit të bujqësisë digjitale? Pse është e rëndësishme për biznesin të përfaqësojë bujqësinë digjitale? Për 2 arsye. Para sepse brezi i ri që po studion do ta kenë më të lehtë për shkuar dhe për të punuar në bujqësinë digjitale. Sepse të gjithë kanë një perceptim që bujqësia është e vështirë, ka krah pune, ka lodhje, ka rendimente të ulta, ka dhe ekspozime nga kushtet klimatike, do 10 vjet dhe a mund të jetë rentabël? Dhe këto janë dilemat qoftë të studentëve, qoftë të angazhuarve në bujqësi. Prandaj, ne duhet që këtë ta kthejmë në një avantazh, ndërkohë që digitalizimi në bujqësi prej vitesh, fal edhe teknologjisë dhe 5G-s, është sot një mundësi dhe nuk është një kërcënim. Dhe cilat do të ishin këto instrumenta për ta kthyer këtë për biznesin dhe për ta përqafuar biznesi vet, ne do donim shumë që edhe në raport me subvencionet kishim një politikë smart dhe të vinte një propozim konkret që në raport me bujqësinë e zgjuar, nëse ju vendosni një incentiv për ta stimuluar, kjo do të jepte këtë rendiment. Dhe unë do të isha shumë e lumtur bashkë me ekipin apo përfaqësuesit e ministrisë ta konsideronin gjë të tillë. E dyta dhe shumë e rëndësishme është cilësia, e cila mund të jetë përsëri derivati i një bujqësie smart, sepse sa më shumë ne investojmë për një bujqësi e cila shkon me mjetet të mekanizuara dhe digjitale, ne do ta kemi shumë më të lehtë për ta gjurmuar procesin në të gjitha hallkat e zinxhirit, për te fakti që bujqësia duhet formalizuar. Prandaj ne kemi, unë ndjej si një domosdoshmëri, inputin nga ky workshop, nga shumë workshope tjera, nga bota akademike, nga shkenca, nga biznesi, por me gjitha unë mendoj që ministria jonë është në mes të gjitha aktorëve për të sjellë ato politika të cilat qoftë për këtë vit që vjen, ashtu dhe për gjithë 5 vjeçarin, sepse ky është një proces shumë i rëndësishëm në 5 vitet e ardhshme dhe pavarësisht se cila është forca politike, është obligim i qeverisë së Republikës së Shqipërisë për ta përfshirë digitalizimin, për ta përfshirë të gjithë nevojën që sot ekziston si know-how në tregjet ndërkombëtare dhe ku më mirë se sa bota akademike, universiteti, Akademia e Shkencave, kur ne kemi partnerët tanë që janë sot 2 dhe mund të jenë edhe më shumë, por ta bëjmë të së bashku dhe ta bëjmë smart dhe ne në një plan pune i cili shkon drejt Shqipërisë 2030, jo thjesht me lek, po me lek të investuara zgjuar. Shumë faleminderit. Faleminderit zëra ministre. Ju falenderojmë për azhurnimin që na bët me aktivitetet e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, me ato të buxhetit dhe të gjitha programet apo projektet që ju keni në vazhdim e sipër. Besoj që për gjithë auditorin, për gjithë pranishmit, këto ishin jashtëzakonisht dobishme.
ashtu si dhe për ne që organizuam këtë workshop, sigurisht nxorëm detyra dhe angazhime për të sjellë për gjithë aktorët e pranishëm, por sidomos për Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, disa detyra që lidhen me ta. Një më lejoni të vazhdoj sipas programit me ftesën për të përshëndetur këtë workshop, kryetarin e Këshillit Agrobiznesit Shqiptar, zotin Agim Rapaj. Faleminderit gjithëve, faleminderit për këtë intensitet që Akademia ka bërë për bujqësinë dhe zhvillimin rural. Në arkun e një viti, kam marrë 4 herë këtu, që i bie një herë në 3 muaj ne të kemi pasur një aktivitet, profesor Vjosa, profesor Bardhi, edhe Efigeni Kongjiga, që s'është tani këtu, po, kanë bërë aktivitetet të tilla që ne na krijojnë një ndjesi që nuk jemi vetëm. Në vështirësitë që po kalojmë, dhe ne kemi shumë të domosdoshme si agrobiznes që në një moment caktuar, në këto vështirësi të mëdha që po kalojmë, vështirësi të cilat janë jo për vetëm për fajin ton, por janë edhe për arsye globale, sidomos ndryshimet klimatike, kanë bërë që ne në akademi të shikojmë realisht disa zgjidhje për të cilat edhe ndonjëherë bëhemi pesimist. Zgjidhjet që japin mendjet e zgjuara në këtë shtëpi janë reale dhe konkrete. Kemi folur për vreshtarinë, kemi folur konkretisht. Kemi folur për verën, kemi folur konkretisht dhe kemi realizuar disa dhe kemi korrigjuar shumë gjëra. Kemi folur për certifikimin e fidanave. Edhe këtu kemi pasur një analizë mjaft dobiprurse në kuptimin që ne kemi rregulluar dhe kemi korrigjuar shumë nga defektet që kemi në proces. Kemi folur për cilësinë, edhe para pak ditësh në Universitet Bujqësor, edhe dje nga UNIDO, folëm përsëri për cilësinë. Dhe të gjitha këto së bashku, ne si biznes na japin garancinë që duke punuar në front, duke punuar të gjithë së bashku, duke koordinuar mirë gjithë procesin, ne besoj që doja dalim edhe këtyre vështirësive që kemi. Duke ardhur tek bujqësia e zgjuar. Ministrja bëri shumë mirë që se lexoi atë fjalimin, sepse ishte më dobishme kjo që tha, por unë doja t'i kujtoja ministrisë që digitalizimi është një proces shumë i rëndësishëm dhe ministria ka bërë një portal, që është portali fermerit. Është i rëndësishëm që në këtë portal ne ta çojmë tek fermeri, është i fermerit, është emëruar si portali fermerit, por ne do ta bëjmë realisht portal fermerit. Në kuptimin që fermerit kuptoj, të realizoj, të ketë mundësinë që të bëhet pjesë e jetës vetë. Kjo kërkon sa fonde. E qartë, është projekti FAOS, por unë doja ta nxisja një çik në konceptin që realisht këtu ne kemi shumë interes për këtë proces. Kemi një portal tjetër të sektorit privat, që është APA Online. Unë doja që ministrja ta mbështeste këtë portal. Është portal digital, shumë i rëndësishëm, ka me mira fermer, kemi bërë modele për bashkëpunimi, portali fermerit me APA Online, që mbështetet nga qeveria Japonisë, është mbështetur nga qeveria Japonisë, besoj do vazhdoj mbështetja edhe në vijim, edhe kjo është shumë e rëndësishme. Modelet që ne kemi, dhe disa sot do flasin për modelet që janë realizuar, si rezultat i klimës, i përkeqësimit të klimës, kanë nevojë për mbështetje. Ka nevojë për këtë seminar, për këtë workshop, sot që ata të ndihen mirë, ta bëjnë të qëndrueshme atë që kanë realizuar, po ka nevojë edhe për akademinë për të pasur realisht çfarë do vi më mbrapa, sepse akademia këto i sanksionon shumë më mirë nga koha që kemi ne në dispozicion si biznes për të pasur ku do mbrim. Zonja ministre, kemi dëgjuar shpesh që janë 2 satelitë që do ndihmoni edhe bujqësinë. Është mirë që ne si sektor të kërkojmë çfarë do na ndihmojnë këta 2 satelitët. Përse do na ndihmojnë? Dhe unë do i kërkoj edhe akademisë që këta satelitë që janë në hapësirë, që kanë disa dhëna, që Shqipëria i ka financuar dhe ka bërë shumë mirë, që i ka financuar, këtë do i kërkoj edhe universitetit që të përfitojmë sa më shumë nga këta satelitë për bujqësinë e zgjuar, sepse
kemi këtu biznese që po pagojnë lek tek satelit të huaj për të marrë dhëna që mund i marrim me satelitet tanë. Është momenti që ne ta realizojmë dhe ta vëmë në funksion këto satelit i vëmë në funksion. Kemi këtu mendje shumë të zgjuara për bujqësinë organike. Kemi nevojë që ne të ecim me hapa më të shpejta në këtë drejtim, sepse gjithë fermerët tashmë kanë krijuar shumica e fermerëve kanë krijuar një proces që duke mos përdorur plera nxjerrin produkte organike, po nuk është kështu. Nuk është kështu, është një proces mjaft delikat, mjaft i vështirë, që ne na duhet edhe akademia që e ka trajtuar këtë problem, profesor Vjoca ka këmbgulur shumë dhe e ka përzemër këtë çështjen e bujqësisë organike, po edhe ne si biznes kemi nevojë. Nëse sot Europa është 5 deri në 10% produkte organike, ne nuk kemi në këto përmasa, po unë kam një bindje personale nga eksperienca që kam, nëse ne i kushtohemi dhe i përkushtohemi bujqësisë organike përmes këtyre mekanizmave të zgjuara që mund të përdorim, ne mund të arrijmë Europën edhe në harkun, edhe në 2030-ën, pa në një vështirësi shumë të madhe, sepse kemi disa potenciale që unë i quaj të dobishme dhe mjaft të rëndësishme. Është në tërësi që duke mos pasur industri, ne kemi mundësinë që përmes atyre parcelave që ne kemi dhe përmes këtyre kontributeve që po bën me ujitjen, sidomos në parcelat që janë të pa vaditura prej kohësh, por që kanë mësuar procesin e erozionit, ne kemi mundësi që të realizojmë një proces shumë dobishëm për produkte organike. Do i kërkoja ministres që të kujdeseshim shumë për ambientin në zonat rurale. Ja kam kërkuar dhe ministres mjedisit. Ne kemi një strategji për punimin e mbetjeve në zonat rurale. E kemi një strategji nuk e kemi një strategji për zonat rurale, po kemi një strategji për zonat urbane, për mbetjet. Prodhimi i pleut organik është një domosdoshmëri dhe për nëse ne duam që të realizojmë ato objektiva që kemi dhe të përballojmë këtë cilësi që po na kërkohet dhe do na kërkohet në procesin e integrimit, ne besoj do na duhet që të punojmë fort zonja ministre edhe për prodhimin e pleut organik në mënyrë të tillë që të kthehemi tek praktikat që kemi pasur, praktikat e mira, por të përdorim edhe teknologjitë e reja që janë sot në këtë drejtim. Për sa i përket buxhetit, unë e kam përmendur, edhe sot do ta përmend, që duhen shtuar investimet edhe të brendshme edhe të huaja. Duhen shtuar investimet sepse do vi një moment nesër që nëse do i përdorim këto para, ministria shumë e interesuar që parat që hedh të kthehen me sa më shumë produktivitet, normale është. Ajo është profesioniste e kësaj pune dhe nuk mund të heq dorë nga profesioni, që parat që hidhen duhet të kthehen mbrapsht në mënyrë produktive, por bujqësia ka një specifik. U hodhen ca para zonja ministre për të bërë sistemin elektronik të identifikimit të blegtorisë, identifikim regjistrimit sistemi rruda. Çfarë bën? Mbas 2 vjetësh nuk përdoren dhe nuk planifikuan buxhetin që duhej për ta mirëmbajtur këtë sistem. Dhe me këtë do ta mbyll. Nëse ne flasim për gjë të zgjuar dhe për bujqësi intensive dhe për dorimin e mekanizmave të zgjuara, ne do të planifikojmë buxhetet e duhura për ta mirëmbajtur këto sisteme. Ndonjëherë këto sisteme kushtojnë më shtrenjtë ta mirëmbash se sa ta promovosh, ta investosh. Por ne për këtë duhet të bindemi dhe parat duhen. Natyrisht, unë nuk kam vërejtje për ministrinë për ndarjen e buxhetit, atë buxhet që ka e ndan në mënyrë për mendimin ton të përshtatshëm, pra e kryen detyrën ministria, por sasia e parave që vjen në dispozicion nuk është ajo që duhet dhe për këtë unë do kërkoj edhe ndihmën e akademisë në mënyrë që edhe ajo të influenconte me studimet që ka, sa para i duhen këtij sistemi për ta mirëmbajtur veten, sepse bujqësia ka nevojë për të mirëmbajtur veten. Nëse po e ritheksoj, nëse ne nuk përdorim paratë e duhura për mbajtjen e sistemit rruda, erdhëm sot pas 4-5 vjetësh tek një shifër që e dinim në praktik, po nuk e dinim në teori, sepse në teori nga mos mirëmbajtja e sistemit jepeshin shifra të tjera, në praktik ishin shifra të tjera. Ne ju thoshim shpeshherë drejtuesve të mëparshëm që po ikën blegtoria, po largohen ata që merren me blegtorinë.
thoshin jo i kemi në rregull sepse na jepnin edhe ca shifra, i referoheshin edhe sistemit Ruda, por sistemi do mirëmbajtur. Unë ju falenderoj shumë dhe ju shkruaj shumë mirënjohjen profesore për këtë workshop që bëni, për arsye sepse na shërben ne drejt për drejt. Faleminderit. Faleminderit zoti Rafaj. Në fakt është kënaqësi për komisionin komisionin e përhershëm pranë Akademisë Shkencave, Komisioni i Bujqësisë, Biologjisë dhe Veterinarisë, ju ketë vazhdimisht pranë edhe juve për të na sugjeruar dhe për të na ndihmuar për të fokusuar më drejt ato çështje që vërtet janë shqetësimi kryesor i prodhuesve i agrobiznesit shqiptar. Ju falenderoj gjithashtu edhe për fjalën dhe të qenë kaq i hapur, kaq i qoftë neve, po sidomos në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, dhe jemi të lumtur që dham një mundësi për këtë komunikim edhe në ditën e sotshme. Tani fjalën e ka rektori, profesor doktor Sundersa Sattar Sallaku, për të vazhduar sipas programit. Mirëmëngjes gjithë, shumë faleminderit profesoresh. Jo për zakon, por më shumë për të evidentuar rolin dhe kontributin dhe për atë që çdo drejtues faktikisht pas një lodhje të madhe ka nevojë që të vlerësohet. Kështu që unë do ta nis me zonjën ministre. Shumë faleminderit për pranimin tuaj. Shumë faleminderit që jeni bërë pjesë tashme e udhëtimit të akademisë pra të Universitetit Bujqësor. Ju nuk mund ta besoni se sa mirënjohës dhe falënderues jemi ndaj jush, sepse kemi nevojë për çdo fjalë, jo më për mbështetje dhe lobim tuaj. Fakti që ju sot i keni dhënë rëndësi këtij aktiviteti që në madhësi nuk është aq i madh, edhe në trajtim është i ngushtë, sepse është thjesht vetëm një mjet që ndikon në zhvillimin e sektorit bujqësisë, tregon për vizionin tuaj dhe mbi të gjitha mbi konsistencën dhe seriozitetin tuaj në lidhje me mbështetjen e universitetit apo të akademisë apo të edukimit. Jam shumë i sinqertë të që them. Shpeshherë profesorët edhe mund të paragjykohen, por unë jam shumë i sinqertë, i drejt për drejt, dhe ju të konfirmoni dhe miqtë e mi e konfirmojnë, ju jemi shumë falënderues sepse vërtet kemi nevojë. Pra ju përmend edhe një herë ne kemi nevojë qoftë dhe për një fjalë që thuhet në media për bujqësinë, jo më për pranin tuaj, sepse ne e dim shumë mirë sa është agjenda e një ministre dhe ju gjetët kohë për të bashkuar këtij aktiviteti, për cilën për hir të vërtetës është e ardhmja. Kështu që faleminderit dhe faleminderit që ndat të gjithë atë vizion dhe informacion që shpeshherë provokon pastaj dhe debate, sepse nëse informacioni mbati, mbyllën nuk do kishte debate, por unë ju falenderoj shumë sepse besoj ka qenë përpjekja juaj që e keni dyfishuar dhe kërkesën për buxhet dhe miratimin për buxhet. Sepse unë e di shumë mirë si person që nuk jam marrë shumë i detyruar Ministrinë e Bujqësisë, por Ministria e Bujqësisë ka qenë ke vlerat 70-80 milionë euro, sot ka shkuar 150 milionë euro, që vërtet është një boom dhe unë shpresoj shumë që ju të jeni në gjendje ta absorboni të gjithë. Kjo është arsyeja kryesore dhe ne jemi këtu për të dhënë mënyrën se si mund të absorbohet. Profesor Vasov, shumë faleminderit për hapjen e dyrëve të akademisë. Me ministrin po diskutonim që ky takim faktikisht mund të bëhesh në Ministrinë e Bujqësisë, mund të bëhesh në universitet, mund të bëhesh tek Salillari në që do të bëjmë, mund të bëhesh në një fair model. Ne zgjodhëm zonja ministre ta bëjmë këtu sepse në këtë godinë ne duam të bëjmë agjend çështjet e bujqësisë. E përmendi paksa zoti Rapaj, që cilën e falenderoj shumë për pjesëmarrjen dhe kontributin që në këtë godinë, që është simboli i shkencës shqiptare, përveç se bashkëpunimit dhe hapjes që kjo akademi ka bërë, ne po e demonstrojmë faktikisht me faktin që ne po bëjmë aktivitete. Këtu kanë qenë çështjet e bujqësisë, kanë qenë çështjet e ujitjes, kanë qenë çështjet e tokës, kanë qenë çështjet e verës, përpunimit pra çdo ditë, çdo kohë këtu po ngrehet kjo agjendë sepse unë them që i shërben vetëm të gjithëve, jo vetëm grupeve të ndryshme të interesit. Shumë faleminderit të gjithë kolegëve, studentëve, shumë faleminderit akademisë, profesoresh, faleminderit për organizimin, faleminderit të ekipit, të dy donatorëve kryesor të Bankës Botërore dhe të FAO-s. U dem shumë i shkurtër dhe shumë konkret. Nisur nga fjala juaj, zonja ministre, që thatë që çdo njeri do të marrë produktin. Pra ne jemi të interesuar të mos flasim për të bëjmë shkencë për shkencë. Mos bëjmë takim për takim. Fund fare çfarë ngelet, çfarë mbetet. Dhe unë po ju bëj me dije që Universiteti Bujqësor tashmë është një koherencë plot, është një rrugë tani të nisur që është
rrugë që nuk do ketë më kthim prapa. Pra ne kemi nisur një proces plot reformimi, ku këto çështje që ne diskutojmë sot, fal bashkëpunimit me një ndër shtetet më të mira në botë në shkencën e jetës, do bëhen pjesë organike e programit apo të ofertës akademike të këtij universiteti. Pra ju shumë shpejt do të keni një memo në lidhje me raportin që çfarë ne kemi bërë këto 3-4 muaj, sepse jeni pjesëtarja kryesore e kësaj marrëveshje dhe e kësaj iniciative dhe mbështetësia kryesore e kësaj iniciative që Universiteti Bujqësor ka nisur, dhe ne gjatë fazës së vlerësimit, pra ne kemi bërë një vlerësim të situatës aktuale, të ofertës, çfarë ne ofrojmë dhe çfarë duhet. Pra ne po përpiqemi të ruajmë gjërat më të mira që Universiteti Bujqësor ka patur, po përpiqemi të reflektojmë 30 vitet dhe të fusim pjesë ato që të rit ka nevojë, sepse neve nuk na lejohet si institucione akademike që të qëndrojmë në stand-by, duke pritur. Por ne asnjëri, çoni mendjen para 30 vitesh, asnjëri nuk mendonte që do vinte një ditë që shqiptarët do flisin për smart agriculture. Asnjëri nuk mendonte që do flisin për cilësi, për standarde, për digitalizim. Çka do thotë, ne sot duhet mendojmë jo për sot, por duhet mendojmë këtu për 2030-ën, 2035-ën, 2040-ën. Dhe inteligjenca artificiale, digitalizimi, informatizimi e tjerë duhet të jenë pjesë përbërëse e ofertës akademike të çdo institucioni për këto të ri që janë këtu sot. Ne nuk e bëjmë këtë për veten tonë, por e bëjmë për këto të ri dhe prandaj sjellim dhe në Akademinë e Shkencave për të thënë që jo, nuk është vetëm, le të themi, universiteti apo ferma, por ka ambiente të tilla, ka njerëz që flasin, ka njerëz që përkujdesen. Kështu që unë nuk dua të zgjatem zoja ministre, sepse po ju drejtohem vetëm juve, sepse flas edhe si antar i Akademisë së Shkencave për cilën jam shumë krenar dhe i lumtur që jam pjesë e kësaj akademie, por ju siguroj vetëm për një gjë. Ne nuk kemi dy rrugë. Ne nuk jemi të ndarë, ne jemi në një mision. Fati jonë i mirë, dhe kolegët e mi duhet ta dinë këtu dhe duhet ta konfirmojnë çdo ditë, është që ne jemi në ditët më të mira të mundshme. Dhe unë shpesh, pavarësisht që mund të ketë ndonjë debat që mund të operojmë në kuadër ligjor të ndryshme, sepse arsimi ka ligjin e vet e tjerë më radh. Absolutisht nuk ka asgjë të ndarë. Është hera e parë që një qeveri mbështet në mënyrë koherente, konsistente, të drejtë për drejtë një universitet. Sepse nuk ka dy rrugë, nuk ka dy misione, nuk ka dy vizione. Një vizion është si të përmirësojmë jetën e qytetarëve shqiptar. Kaq. Universiteti Bujqësor është këtu për të demonstruar jo vetëm seriozitetin, por mbi të gjitha për të vënë në dispozicion të politikbërjes këtë ushtri, këtë armatë të një stafi akademik që besoj është nga më të mirët në fushën e bujqësisë dhe që unë jam shumë i sigurt që do ta demonstrojmë ditë për ditë. Kështu që edhe një herë, sot ne kemi përpjekur të bëjmë me profesoreshën një workshop ku të prezantohen disa gjetje në këtë fushë. Jam i lumtur që ka dhe nga biznesi privat, Vodafone Albania nuk e di a është prezant këtu as është, por është shprehur vetë vullnetar për të ardhur sepse kanë filluar të jenë prezent. Unë shpresoj shumë që në fund ne do të bëjmë kemi memo ku do t'ju updatojmë në lidhje me praktikat më të mira, por ajo që unë dua t'ju garantoj edhe një herë është që ne jemi këtu për të shërbyer politikën e Ministrisë së Bujqësisë. Ne nuk jemi këtu për të bërë shkencë për shkencë, nuk i duhet kujt. Sot roli i akademisë, roli i universiteteve duhet të ndryshojë. Ne me fat që kemi filluar këtë ndryshim, këtë reflektim, sepse ne nuk jemi këtu vetëm për të shkuar në leksion, por jemi këtu për të shërbyer sidomos misionit të tretë që ka nevojë biznesi, që ka nevojë fermerët, që ka nevojë dhe studentët. Edhe një herë shumë faleminderit që gjithë kohë që u bashkuat me ne, që demonstron edhe një herë vërtet seriozitetin e punës tuaj dhe ju uroj suksese të gjithë folësve në workshopin që do vazhdoj pak më tutje, kështu që faleminderit dhe suksese të gjithëve. Faleminderit profesor Sallaku për fjalën tuaj dhe sidomos për lehtësimin e organizimit të gjithë kësaj veprimtarie, ku padyshim ardhja e studentëve, ardhja e kolegëve tanë pedagog, i shtoi vlerat, por dhe bëri të mundur që informacioni të mund të përhapet më shpejt atje ku duhet. Ky ishte seanca thjesht e përshëndetjeve, e cila sapo përfundoi. Në seancën e dytë, e cila do të moderohet nga profesor Endrit Kullaj, sigurisht do të vazhdohet me prezantimin e gjendjes aktuale, disa politikave të ndërmarra për bujqësinë e zgjuar në Shqipëri, kurse në seancën e dytë, pas pushimit kafes, do të kemi edhe referime për raste konkrete të aplikimit të bujqësisë së zgjuar nëpër Shqipëri, domethënë në rrethet të ndryshme nga prodhues të agrobizneset të ndryshme. Nuk e di nëse
E kuptoj. Atëherë më lejoni t'i japim lejnë zonës ministër për t'u larguar për angazhimet që ajo ka.